Si ta kuptoj që një person është sprov për mu, apo dhurat prej Allahut? Kollaj e ki. Kret sebepet tjera gjuj poshtë, vetëm me një sebep e merr vesh, lehtë. Shihe ai person që është afru një jetën tane, atë ka afru tek Allahu, a është bo sebep mu afru ti te Zoti, me kry adhurimet e Allahut, mu forcu në fe, apo mu largu. Qka që? Nëse është të afru te Zoti, po bëhet sebep, atër kjo është një dhurat prej Zotit, një bekim. Edhe kundërta, nëse është të largu prej Zotit, aja është për ty sprov. Pa marrë parasysh edhe në anën ekonomike nëse të ka forcu, nëse është të dhënë dhurata, nëse, çka do që banë. Por, kretë ato që i banë, a janë sebep me të largu prej Zotit, aja është sprov për ty.